Po kjo takimi Domanit me ambasadorët dhe me këto do... Kjo është mbështetje edhe nga Evropa. është vetëm mbështetje, apo është zakonisht bas takimet të tilla ke pa arrestime në? Tani, në lidhje me... Pse qesh Karavuço? Me arrestime. Se kapa dhe në Skype, një sekund, atyre. Se jeni dy Ervin. Bas një takime gjithmonë duke sigur ka pasoni arrestim. Në fakt në gjanë si rasti, po jo gjithmonë është rasti. Që do më thënë? Ajo që thotë zoti Karandra është shumë e drejtë, që i jepet mbështetje nga këto takime. Po mbështetje për çfarë? Për arrestime. Patjetër. Për arrestime konkrete. Me emra. Me dosje konkrete, për të cilën ata kanë vënë në dispozicion ekspert, buxhet për disa vitesh. E qatë, po ti si zakonisht nuk do përdorosh emra, se nuk thua. Asnjëherë. Ti mes me analiza. Pra, do më thënë, atë mirë, pra ta që na dëgjojnë, pra kemi takime të Artin Domanit, do të quaja takime inkurajuse, mbështetëse, që do më thënë, keni semafori e shil, vazhdoni goditjen, edhe pse jemi shumë afër 11 majt. Unë mendoj që edhe para fillimit fushatës mund të kemi, ose edhe gjatë fushatës mund të kemi goditje të personave që nuk kanë imunitet për t'i arrestuar ata dhe për personat që kanë imunitet duke përdorur masa tjera që nuk kërkohet autorizim nga kuvendi. Karavuço, se ju jeni në Spanjë, po në minutazhin para rendës të kësaj pjesë të emisionit, po flisja për gjeopolitikën dhe një nga arrestimet më të bujshme, një nga dënimet më të bujshme, ka qenë ajo Marine Le Pen, që është lidere të djathtës franceze, e cila akuzon drejtsinë franceze për konspiracion, sepse do që ta bëj atë të pasgjeshme si kandidate presidente, se sondazhet e japin fituese në bazë 2 vjetësh kundër Macronit, për shkak se kujt do tjetër. Pra tani, edhe hodha këtë metaforë, në vend që ne të europianizohemi, Europa po shqiptarizohet. Sepse tani gjithmonë sulmohet drejtësia për arsye për prapavi politike, dhe Le Peni akuzoi, tha, kjo është një bombë atomike, tha, që sepse korrupsioni nuk qëndron. Tha, ç'a bëhet, ç'a po ndodh? Ne jemi invers. Po duam të flasim për Le Penin, është një tjetër histori me shumë gjuna edhe me mëkate që ka Le Peni, që nga lidhja me rusët e tjere, shumë gjëra të tilla. Por në kuadrin shqiptar, ju e dini marrëdhëniet që ka me Serbin, edhe antipatin që ka ndaj kombit shqiptar përfshirë dhe Kosovën. Kështu që t'i lëm këto historira... T'i lëm, të thua që t'a lëm Le Penin në fatin e vetë, jo më, po thua gjithë tjetër që vura re që dhe eksponent e nivelive shumë të lartë europiane, ku vjen puna që sulmohen ose dënohen nga drejtësia, thonë që ka prapavi politikë, këtë më thësë. Shiko, Zhej, askujt nuk i pëlqen vendimi gjykatës të zhvillojë programit e tjere. Sidomos kur janë nivelet larta politike e sulmojnë drejtësi.